Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot ndodhemi në terren për të folur me qytetarët në lidhje me besueshmërinë e tyre ndaj institucioneve më të rëndësishme në vend. A besoni tek institucionet më të rëndësishme në vend, SPAK, politika? Shtet më të poshtë s'ka bota. Kolumbia e dytë. Kot me famë. Pse? Ha? Pse e shihni kështu situatën? Po, ku SPAK-i? SPAK-i. Apo vepron SPAK me arrestimet? Ku? Pa, njërë për politikë, vetëm politikisht po vepran. Asë janë tjetër. Ku duhet të veprojë tjetër SPAK? Ha? Ku duhet të veprojë tjetër SPAK? Në gjithë organizmat. Nuk ka vepruar mirë? Ja. Për më menin tim jam i zhgënjur me SPAK-in. Po me politikën e i zhgënjur? Rovave mos duhet që të rëj. Amo këtë politikë nuk e besaj. Këta ka thonë Qajupi, Rnova, Shiroka, e ka thonë të derë Shadvaj, Rnova nuk duhe ma që të rënej, se Zotin nuk e besaj. Unë ata nuk e thomë, po unë e thomë këto parti nuk i besaj. Nuk besoni partitë politike që janë në vend, po një alternativë të re, do ta besoni? Këto moshat e reja do jetë ndryshe. Po dollën, po, e ka vështirë, e ka kop, Shqipërinë e ka kop mafja për fyti. Nga televizioni Shpresa jemi. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Shumë mirë, më të kënaqur. Nga televizioni Shpresa jemi. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Përgjithësi pak, përgjithësi pak. Si e shihni rolin e SPAK? Mbështetet shumë nga jashtë edhe është kryesor për momentin, është kryesor. Mbështetet nga Amerika? Nga gjithë strukturat, nga BE-ja më shumë, edhe Amerika po ashtu. Mendoni se SPAK do të veprojë edhe në persona të tjerë nga PD-ja apo nga PS, ministra? Janë shumë. Cilët mendoni se do të jenë pas Veliajt? Po besoj deri te kryeministri janë. Po zgjedhjet si shihni? Besoj se do shtyhen, si mas informacione do shtyhen. Mendoni se do të vijë një qeveri teknike apo partitë politike që janë? Mund të jetë krizë, ke parasysh mund të jetë një qeveri tranzitore, varet. Keni dëgjuar për profesor Pullum Pilinçin, i cili ka lançuar një program edhe thotë që do të bëjë qeverinë teknike, është misioner i ardhur nga Amerika. Kanë nxjerrë disa deklarata me arrestime të bujshme, ndërto ishte edhe kryebashkia Korio Veliaj. I keni dëgjuar si keni parë deklaratat e tij? Po janë informacione që kanë vite që janë në treg, domethënë janë online, pothuajse ke të gjitha të hapura. Janë mbi 1 milion faqe që kanë ardhur vetëm nga Belgjika, Hollanda, Austria më radhë. Ka shumë domethënë që është shumë i besueshëm si informacion. Nga televizioni Shpresa jemi. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Po, përsa i përket drejtësisë, janë bërë shumë përmirësime, qoftë me SPAK-un, qoftë me te Ulcimonja, dhe kështu që mendoj që me tani reforma në drejtësi ka marrë një rrull pozitiv, dhe kjo falë ndërhyrjes së BE-s, Anglisë dhe SBA-ve. Dhe po e mira s'ka fund, tani përsëri ka disa ngërçësi me incineratorët, si për sterilizimin, po ashtu dhe me kompleksin Partizani, janë gjitha këta dhe me thonë që duhen qartësuar dhe duhet pak kohë dhe me thonë që drejtësia si nga SPAK-u, si nga Ministria e Drejtësisë të jetë 100% efektiv, dhe kështu që u pa edhe së fundi me Bashkinë e Tiranës ku zoti Me arrestimin e kryebashkiakut Veliaj, mendoni se do të shkojnë më tej arrestimet? Po, arrestimet do shkojnë më tej, pasi tani përsëri PD-ja ka ngulë se PS-ja ka bërë shkelje, qoftë te ministra Balluku apo te tjerë për shembull, po ashtu dhe PS-ja thotë te PD-ja ka shkelje pasi zoti Noka ka një vil të Gjiri Lalzit e tjera dhe gjitha këta domethënë duhet të qartësohen, po tani që është PS-ja në pushtet, mund të ndikojë te opozita, domethënë që çdo gjë të përfundojë. Kur të vijë PD-ja në pushtet, atëherë mund të qartësojë. Mendoni se arrestimi i Veliajt do ndikojë në fushatën politike të PS-s?
Jo, as pak, pasi secili kabinën e tij politike, çështjet e Rion Veliës diheshin para se të zgjidhej kryebashkiak për herë të tretë, po përsëri votën e mori, pasi njerëzit nuk votojnë personin, votojnë partinë, pasi partia brenda për brenda saj të bëj pastrimin e saj, duhet pato parasysh që siç e tha dhe kryeministri Rama, në PS janë 90.000 anëtarë, dhe kështu që ai nuk mund të dinë 100% dhe me thonë se qa ka në kokë, qa blua në kokë se cilin nga ata, po përderisa nevojitet një post, për shembull, ju e pat me zotit Meta, ishte presidente, është kryetari i PL-s, ka qenë kryetar kuvendi dhe kur vjen fundi është pas hekurave. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Hiç. Nga televizioni Shpresa jemi. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Nuk kam. Besimi është thyer, si të thuash. Po te politika? Po pikërisht, ajo është e lidhur me politikën, apo jo? Po, patjetër. Kështu që unë për mendimin tim duhet një rinovim me rënjë, të dalin të rinj, domethënë që t'japin një frymë e re. një frymë e re. Mendoj unë. Ata dhanë kaq sa dhanë, tani duhen të rinj. Po rolin e Amerikës si e shihni? Ikon në Shqipëri apo jo? Tani unë nuk jam politikane që të flas. Mendimin tuaj? Mendimin tim. Ne duhet të mbështetemi, se është fuqi e madhe, patjetër. Edhe mendoj që është një mbështetje e fortë dhe kemi nevojë. Profesor Pollum Pilinçi, një misioner i dërguar nga Amerika, ka bërë disa deklarata të forta në lidhje me arrestimet e bujqme në vend. A i keni parë? Si shihni deklaratat e tij? Faktikisht to deklarata nuk i kam lexuar, të vërtetën. Di ngjarjet e fundit se jemi koherent, i ndjekim, i bëjmë, jo në Facebook, jo në lajme, por që t'ja lëm kohës, t'ja lëm organeve kompetente t'i gjykoj këto gjëra dhe ta çoj pikën mbi. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Çka? Si mendoni se do të shkojnë zgjedhjet? Do të ketë qeveri teknike apo do të jenë zgjedhje të rregullta? Nuk mund, për këto është e herat akoma, është shpejt. Por rolin e Amerikës si e shihni? Po pse s'ka? Ka. Ai ka pasur dhe ka. Sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Asnjë lloj besimi. Çfarë do bëjmë tani? Po ka institucionet që kanë marrë pushtë gjë për 35 vjet. Po këto arrestimet që kanë ndodhur si shihni? Gjithaj dot. Mendoni se do të shkojmë më lart se kryebashkiaku i Tiranës? Do vdekë kryeministri. Do shkojë? Do shkoj. Nga televizioni Shpresa jemi, sa besim keni te institucionet kryesore në vend? Institucionet kryesore janë të shtetit. Me thënë drejt nuk kam fare besim. Besimi i vetëm që më ka në shumë vite ka qenë tek SPAK-u. Dhe i vetëm institucion shtetëror që unë kam një besim për arsye sepse shoh rezultat. Por nuk e kishim menduar asnjëherë që